mendoj që nuk është diskursi mirë dhe ne kena pas një model të tillë që ka qenë zoti Kurti që vazhdimisht ka atakuar mediat, grupet televizive, studiot, analistë të tjerë dhe tash të bashkohet edhe një tjetër, mendoj që nuk është mirë në këtë kohë me cilën ne aktualisht ndodhemi. Ajo që do duhej është secili përfshi edhe ne, secili prej partive opozitare që kanë humbur zgjedhjet të merrem me veten dhe të shohim defektet tona dhe jo të gjojmë fajin diku tjetër, të fajsojmë të gjithë përveç vetes. Kjo është pjesa sa i takon deklaratës ose aty pretekstit që u kap zoti Abdëgjiku për shkak të pensionit, por megjithatë duhet që të kemi të qartë se Lidhja Demokratike e Kosovës një parti tradicionale, një parti shtetformuese, një parti nga partia e parë demokratike në këto hapësirat tona në Kosovë dhe është mirë që edhe ajo të reflektojë dhe të paktën të ketë të ruaj atë diskursin politik në raport me media, shoqërinë civile, analistët, studio televizive e tjera. Pastaj, do të jetë pjesë zgjedhjes së presidentes së vendit, është pak për të besuar në qëndrimet e zotit Abdëgjiku, për shkak se pikërisht zoti Abdëgjiku ka qenë ai i cili një person që ka shkatruar partinë e tij politike e ka zgjedhur ose prezenca aty në studio e ka zgjedhur presidentet vendit. Por e mira të mirës do të ishte që presidenti Osmani mandatin e parë që ka marrë si presidente ka marrë fal votave të siguruara nga qytetarët e Kosovës në listën e përbashku ishte me vetëvendosjen. Tashmo, nëse do të ketë një mandat tjetër, do të ketë një mandat të marrëveshjeve politike, që e tha dhe zoti Spaheu, një mandat të negociatave të personave të tjerë, për jo të vullnetit popullit. Unë do ta preferoja që partitë politike të arrijnë të dalin prej kornizës së vetvetes dhe të arrijnë një kompromis. Por a është kompromisi konsensusi pikërisht Vjosa Osmani, që ka shprehur synimin se të marrë një mandat e dytë? Unë dëshira e zonës Osmani për të pas një mandat të dytë është këtë legjitime, është e drejtë saj, por që nuk e dia ka meritu këtë të drejtë. Unë për herë të parë, edhe pse me shumë raste kemi debate me profesorin Spaheu, për herë të parë, ndoshta ky e ka arsyet më të forta sepse ka dhe vendohu unë jo vetëm si asistent në fakultet, por jo më tepër, por megjithatë nuk i di pozicionimin e saj real politik që ka pas atyre 5 vite për pas një notere e zotit Kurti. Në përjashtim, nëse e kthejmë në bamendje, dimrin ose fund vitit kaluar, kur kishte një adresim në Parlamentin e Kosovës, që s'lagjon të rëzi pa thonë për zotin Kurti dhe qeverisin e tij, pastaj më njëherë kthej diskursin prapë në favor të tij, por megjithatë zoti Kurti në bazë të një interviste që kam dëgjuar dhe në mos gabofsha Kosova Presit, la me kuptu që opsioni Vjos edhe mund të mos jetë opsion. Por edhe mund tjetë. Por edhe mund tjetë, këto tashti nga momenti kur fillon veç me diskutu që mund të ketë edhe emrat e tjerë, ose një sinjali qartë që thot po, unë i kam 57 vota, nuk e di janë gjithë, sepse ju e dini ka pasur disa fërkime edhe brenda vetë subjekte që ka kriju zonja Osmani, por megjithatë thot siguroj edhe votat e partive tjera që të jenë në parlament. Mas mirë zoti Spaheu e din se ka edhe vendosje, ka edhe njeket pjesën e politikës të jashtme, më tepër se sa që njëri, mas tepër e din se realisht a ke përfaqësuar unitetin e popullit gjatë këtyre 5 vite zonja Osmani ajo. Unë, nga kandidatrinë jeme, kam pasur që nuk ka përfaqësuar unitetin e popullit, ka përfaqësuar unitetin e partisë shumicë, edhe në këto kalkulimet e fundit zgjedhore ishte po ashtu në krate partisë shtet, por megjithatë ajo ka vendos rrugën e saj dhe mendon që rruga e saj tash do të është më e lehtë përmes lëvizjes vendosje. Por nuk i bën der as asaj vet që të bëjë deklaratën se ke parasysh kur e thotë që nëse nuk më dojnë presidente do të përballen me mua në zgjedhje. Pra diçka ishte më shumë me një deklaratë që ishte për mendimin tim shumë jo serioze, sepse do të përballen zgjedhje me kënd. Jo, do të bëj konkurrencë, domethënë ai kërcënimi është për Albin Kurtën, nëse nuk zgjedh presidente, domethënë unë kam të konkurruar dhe kam të rrezu ty pe pushteti. Kjo i bën tash, është kërcënimi serioz.
tash... Shka profesor, zgjedhjet e fundit. Ne formimin një partije të re politike, ka të lashe. Do më thonë partit që janë në skenë, nuk mundet me linë një partije fort, se në Guxo më s'mund këthejet? Në Guxo s'mund këthejet? Jo, në Guxo s'mund, mas keshti ko punë me Guxo. Po më dojë pitana partive, mas keshti ko punë me Guxo. Zgjedhjet e dhjetorit i dhanë legitimitet dhe një forcë politike. Por pikërisht përkraja më të madhe e ka marrë nga Guxo, nga bashkëkryetari Fatën Peci. Kush? Zonja Osmani, duke thënë që duhet të zgjidhet presidenti e vendit. Zonja Osmani. Po me ta shtojnë, ma shumë në mendoj që janë lojra ose